numri i vinde duke ushtruar, sigurisht tani nuk mund të rritet për sa kohë jemi në kushte të tilla natyrore, po nëse subjektet tjera do të vinin dhe nëse qytetarët do të bashkoheshin në të njëjtën metodë proteste, numrat këtu që qëndrojnë 24 orë do të rriteshin shumë dhe kjo do ta bënte të papërballueshme për të presionin. Ai nuk po përballon dot presionin e një grupi njerëzish që i rrinë të zyra 24 orë në 24. Imagjino si ku një popull shumë i madh i rri 24 orë në 24, sa e papërballueshme do qe për të. E kuptoj këtë, por edhe një pyetje përpara se të kaloj edhe tek zoti Shej dhe Gimi për t'ju drejtuar, mendojnë pyetje dhe ata. Çfarë ju thoni apo si do t'ju përgjigjeshit të gjithë atyre që mendojnë se kjo qëndrese juaja, kjo proteste juaja është më tepër simbolike se sa efektive? Jo, sigurisht që kjo ka simbolikën dhe ka mesazhin brenda, por nuk është më tepër simbolike. Ne në 41 ditë kemi organizuar 41 forume qytetare. Këtu çdo ditë organizojmë forum ku marrin pjesë nga 80 deri në 200 persona në raport me ditët. Sipas ditëve, sigurisht që ditën e hënë ka më pak, ditën e premte ka më shumë e me radhë. Nga ana tjetër, janë organizuar 2 protesta të mëdha. Protesta e parë në 20 dhjetor ka pasur ndikute 1500 persona, protesta e dytë ka qenë ndikute 3000 persona. Dhe ne besojmë që protesta e tretë nesër do jetë edhe më e madhe. Sigurisht që këta njerëz të lirë, janë shumë për mendimin tim, janë njerëz të lirë që gjejnë guximin, vrasin frikën dhe nuk vinë këtu si pasojë listave